Ligji për zgjedhjet lokale nuk është nënshtruar reformës zgjedhore ashtu siç ka ndodhur me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, prandaj disa çështje që kanë qenë të rregulluara me këtë ligj mbesin të njëjta, por ka edhe tema të ndryshme, të cilat pra janë rregulluar me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme pas reformës zgjedhore dhe që do të vlen në këto zgjedhje lokale. Mënyra e votimit dhe zgjedhjes së kryetarit të komunës ka mbetur e njëjtë si në zgjedhjet e mëhershme, secili kryetari i komunës zgjidhet drejt për drejt nga votuesit e komunës ku janë të regjistruar, pra në fletvotim votuesi duhet të votojë vetëm për një kandidat për kryetar të komunës. Kandidati zgjidhet kryetari i komunës nëse fiton 50% plus një vot të numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme të hedhura në atë komunë. Nëse kjo nuk arrihet, atëherë pas 4 javësh organizohet raundi i dytë i zgjedhjeve mes dy kandidatëve që kanë fituar më së shumti vota të vlefshme. Kandidati i cili fiton më së shumti vota në rrethin e dytë, pra në raundin e dytë, zgjidhet kryetari i komunës. Edhe mënyra e votimit në zgjedhjet për kuvendet komunale ka mbetur e njëjtë si në zgjedhjet e kaluara lokale, pra në anën e majtë të fletvotimit votuesi duhet të votojë vetëm për një subjekt politik, ndërkaq në anën e djathtë të fletvotimit votuesi mund të zgjedhë, pra mund të votojë vetëm për një kandidat nga lista e kandidatëve për kuvendin komunal të atij subjekti politik. Sipas ligjit për zgjedhjet lokale, vota për subjektin politik konsiderohet si vot për kandidatin e parë apo barsin e listës të atij subjekti politik.